Unë jam Erhan Ballxhi. Unë Hamit Çalışkan. Jam Yasin Şentürk. Kemi qëllimin me rujt traditën, kulturin. Jam lindur Istanbul, edhe ka rritur Istanbul. Familja jam kanë ardhur nga Maqedonia, nga qyteti Shkupi, edhe fshatin Albinsa. Vitin e 1965, breza, do me thonë, kanë ardhur nga Kuksi, ç'ashtu e di unë. Edhe shtëpi nonë edhe baba flasin shqip. To bon se po edhe i vonë merak edhe gramatikin me mësu pak. Shkova një vit kurs, e mësova me kënu, e mësova me shkru. Kur e mësova gjuhën edhe u mësova histori e shqiptarisë. Kena merak traditën, vazhdojmë këtu me shokët e mi, kur janë nisa sefte zërin e qiftelisë, edhe dritur zemra atëhere. Atëhere kuptove pak ku është vërtet a dhe u jeton këtu, i thonë Turqi, ama edhe ka një fjalë më mëdheu, i thotë. 1965 janë shpërgullën nga Shkopi, ka shatrat e Shkopit, edhe kanë ardhur në Turqi. Na to jemi lindur dhe jemi rritur, po shtën na për familje shtëpi kemi folën shqip. Antarët e grupit janë me preardhje nga Maqedonia e Veriut, Shkopit, është një pjesë Thirrët Karshjak, shatrat e Shkopit. Prej atjete kemi marrën emrin grupit vëllazërit Karshjaka, grupi Karshjaka. Edhe po pnojmë këngë folklorike, qashtu këngë rapsodike, këngët vjetra. Familja jeme kanë ardhur pi Makedonia i Kumanovës vitin 1977. Familja e nanës tem kanë ardhur më herët. Jam mrena folklorit që nga viti 2010. Nësi grup kemi qëllimin me rujt traditën, kulturin. Prej femërisë na kanë rrit nanat tona si shqiptar. Muzikin edhe folklorin e kemi si hobi. Nësi asni edukim nuk e kemi marrë rreth muzikit. Shka dimna jemi mësu vetë. Ne moshën e 17 isha kur jam nis me kulturë, me valla, me muzikën.
Hamza e Adema Aman e tojnë tyre ta fitojnë lirin Me pushtojnë Kosovën e nderojnë Shqipërinë Aman e tojnë tyre ta fitojnë lirin Me pushtojnë Kosovën ta bashkojnë Shqipërinë Hajde bashkë. Hajde. Ani se t'jem duhera Loja gjariane O kom një qunë rep të Kosojova E baj lufte në botën Bahi Yaşa hoca yaşa.